Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë, faleminderit. Të dielën emisionin Familja Jone nisi me organizatën Vorae, me të cilën flasim për festivalin multikulturor që do të organizohet në fund të muajit qershor. Pluralizmi është diçka që duhet me na bashku. Tu mos e pa se cilës kulturë ose komunitet dikush i përket, por thjesht të dalim dhe t'i festojmë gjithë atë mirat që i kemi. Në pjesën e dytë së bashku me doktoreshën Liridona Guci, flasim për kirurgjin plastike estetike dhe ndikimin e saj si trend tek gjeneratat e reja. Është fakt që kirurgjia plastike, sidomos estetike, sot ka vërshu. Shumë. Është pak shqetësuese. Okej. Ndoshta pak si shumë. Pak si shumë. Për pamjet që po janë si një seri, pamjet e egzagerume, ndërhyrjet e egzagerume, sidomos në përmosha shumë të reja. Në rubrikën Nga tereni, sjellim këshilla nga klinika gjermane e syve. Që është injekcioni më i ri në treg, si ne e quajmë si anti-VEGF. Apo injekcionin që japëm kundër enëve të gjakut të reja që krijon tek syri. Në blokun e 4 flasim për një shkollë të gjuhës angleze dhe mundësitë që ajo ofron për nxënësit. Mësimi bëhet në mënyrë specifike me materiale personalizume për secilin kandidat. Pra secilit kandidat na i përshtatet në mënyrë të veçantë varësisht kërkesës dhe nevojës që e ka ai ose ajo. Për rubrika Magjikët e Vegjël kemi të ftuar shkrimtaren e vogël Taina Musliu. Zgjatet trupi, fytyra qesh, zemra tona mbushen plot me jetë. Kur ngrihem lart, së bashku vallëzojmë, ne bindemi se ajo është mrekulli e vërtetë. Në blokun e fundit flasim për Universitetin Ndërkombëtar Veror dhe programin e tij dyjavor. Pirja e duhanit është një nga shkaktarët e smundjeve kronike jo ngjitse dhe mendojmë se me idetë origjinale, me qasjet kreative, do të mund të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri. Për këto dhe shumë materiale të tjera takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.